Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu taghlidhi uqubati man la yuaddi az-zakah. Ndëshkimi I rënd për ata njerëz që nuk I japin zakatin. Pra zakati është një shtyllë e Islamit, që muslimanët duhet ta çojnë në vend, siç do ta realizojnë namazin, agjërimin, do ta realizojnë edhe zakatin. عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ذيل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت تغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. Abu Dharr radiallahu anhu tregon përfundova në Qabe dhe e pashi pejgamberi sa ose ishte në hijen e Qabes. Dhe dëgjoja që po thoshte fjalinë me poshtme, po e përsëriste pa pushim. Humul akhsaruna wa rabbil Ka'ba, humul akhsaruna wa rabbil Ka'ba. Janë të humburit, të falimentuarit pasha Zotin e Qabes. Ata janë të falimentuarit pasha Zotin e Qabes. Mendova se mos pat diçka tek unë, dhe po e thot kaq shpesh. Thosha me veten tim, ora mos pat diçka tek unë pejgamberi sa më po e përsërit kaq shpesh. Po I them pejgamberi Zotit, a ka gjë? U tremsha, u friksova nga fjala e pejgamberit sa më ai vazhdonte ta përsëriste pa pushim. Derisa në një moment që ai u qetësua pak I thash, kush janë ata? Bëfsha për ty kurban prindërit e mi, o I dërguari I Allahut. Ai tha sallallahu alaihi wasallam, ata që thjesht depozitojnë pasurinë e tyre, përveç se atij që ja bën kështu. Pra përveç se atyre që japin zakatin. Pra njëri që mbledh pasurinë, po nuk I jep zakatin, faktikisht është duke mbledh kundra vetes tij. Nuk është duke ndihmu veten e tij, por është duke shkatru veten e tij. Po kështu Abu Dharri transmeton në një hadith tjetër se një ditë pejgamberi sa sa më tha walladhi nafsi biyadihi au walladhi la ilaha ghayruhu. Gjë pejgamberi sa I cili betohej në Zot dhe thoshte pasha Zotin I cili ka ndorë shpirtin tim, pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër veç Ti. Ma min rajulin takun lahu ibilun au baqarun au ghanam la yuaddi haqqaha illa utiya biha yawm al-qiyamah أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما حازت أخراها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس. Nuk ka njëri që ka thënë Zoti prej mirësive si devet, lopët apo dhit apo delet, e nuk e ka dhënë hakun e saj në këtë botë, vetëm se ditën e gjykimit do të ringjallen të shëndetshme dhe të plota dhe të mëdha, e shkelin atë me këmbë dhe e godasin me brinjët e tyre, sa herë që shkojnë vinë nga e para deri tek e fundit, derisa të mbarojë gjyqi mes njerëzve. Pra ky do të jetë dënimi I atij që nuk jep zakatin. Pasuria e tij do të jetë ndëshkim për të 50.000 vjet pa pushim. Pastaj vjen radha e gjyqit këtyne njerëzve. Këtu është përmend ai që ka dele, dhi, lopë dhe deve. Po faktikisht ka edhe hadithe të tjera që përmendin ata që kanë ar, argjend apo çdo gjë tjetër për cilën njeriu obligohet me dhënë zakatin, ajo gjë do t'i bëhet ditën e Kiametit shkak për dënim 50.000 vjet dhe pastaj thot hadithi tjetër yura sabiluhu fil jannati aw fil nar. Pastaj do të shifet puna e tij. A do të jetë për në xhenet apo do të jetë për në xhenem. Zoti na rujt dhe na fal. Amin. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.